Mëngjesi kishte ardhur herët në shtëpi, më herët se zakonisht. Dritat e para të ditës depërtonin ngadalë përmes perdeve, duke mbushur dhomën me një ndriçim të zbejtë dhe të qetë. Zhurmat ishin minimale, vetëm ndonjë hap i largët dhe frymëmarrjet e rregullta të atyre që ende flinin. Në atë qetësi, Klodi dhe Eliona ishin zgjuar pa e kuptuar saktësisht kur Eliona u kthye lehtë nga ana e tij, syt ende gjysmë të mbyllur. Pa thënë asgjë, buzëqeshi. Ishte ai lloj buzëqeshjeje që lind natyrshëm, pa arsye, thjesht sepse ndihesh mirë me njeriun pranë. Klodi e vuri re menjëherë. U afrua pak më shumë, sikur hapësira mes tyre ishte e tepërt për atë orë të ditës. Puthja e parë ishte e lehtë, pothuajse e pavërejtshme. Një prekje e shkurtër buzësh, si për të provuar nëse momenti ishte real apo ende ëndër. Pastaj erdhi e dyta, më e ngrohtë, më e sigurt. Nuk kishte nxitim. Mëngjesi nuk kërkonte shpejtësi, vetëm prani. Eliona vendosi dorën mbi krahun e Klodit, duke u afruar edhe më shumë. Puthjet vazhduan, herë të buta, herë pak më të gjata, por gjithmonë të qeta, pa fjalë, pa nevojë për shpjegime. Ishte një gjuhë që e kupton vetëm ai që e jeton. Drita e diellit u bë më e fortë, duke zbuluar detaje të vogla, flokët e çrregullt, fytyrat ende të përgjumura, frymëmarrjet që përputheshin. Jashtë, dita po fillonte. Por për ta, koha dukej sikur kishte vendosur të ndalonte për pak. Mirëmëngjes, përshpëriti Klodi më në fund, me zë të ulët. Eliona qeshi lehtë. Mëngjes i bukur, iu përgjigj, përpara se t'i afrohej sërish. Një tjetër puthje, si vazhdim i natyrshëm i asaj që kishte nisur që me hapjen e syve. Në shtëpi, të tjerët mund të zgjoheshin, zhurmat mund të shtoheshin. Rutina e ditës do të merrte vrrullin e vet, por ai moment i hershëm i mëngjesit u përkiste vetëm atyre. Një fillim i thjeshtë, i ngrohtë, që nuk kishte nevojë për dëshmi apo miratim. Puthjet u ngadalsuan, por afërsia mbeti. Dy njerëz që nisën ditën jo me fjalë të mëdha, por me një ndjesi të qetë se ishin aty. Ba.